Jemi rikthyer! Dhe këto llafet e bukura që këta thanë për njëri tjetrin përfunduan, tani le të shohim pak se si do të përballen ata me njëri tjetrin. Kush nga ju të dy titullohet njëra nga lërat? Jeni gati? Po. Kush nga ju të dy do ndajë i pari po ti dilte një mundësi më e mirë? Ç'a do bënte? Do ndaj. Ç'a do bënte? Ndaj. It's next. Se ke si opsion vlla mos u përgjigj. Okej, mirë. Keqe. Vazhdoj. Si e thot Xhoxha, ja vlla, se ke si opsion. Vlla fare. Kush nga ju të dy ka kontrolluar profilin e ishit më shumë kohët e fundit? Unë s'maj mend këm pas isha vlla në jetë. Ore ç'a keni me ne sot? Kod. Unë para kësaj jete kom pas Gjesin, këtë jetë kom Gjesin, jetën tjetër të kem Gjesin, nuk është disa jetë tjera të bëj. Okej. E mora. Ja ke thënë në shtëpi këto. Kush nga ju të dy ndihet më i ngacmuar në rrugë? Gjesi normal. Okej. Ti nuk më Kush ngacmon. botë? Kush e vret mendje për mua? Ja, Po jo, dhe mos më ngacmojnë, këtë ja fut. Se kam të pamje çik si e gërsire, kupton, nuk ngacmojnë. Koleg, ty besoj se ke parë. Ktheu pak se ç'ke i gjë të qafat. Hiqi pak kufjet, lutem. Çka ka are? Ha, shife pak, hiqi, ja ngri kufjet se nuk e kap kamerën. Ngri pak kufjet se ç'ka një shenjë aty ja. Aha. Po është shenjë dashuria jo Juli. Ai këto janë pasione, pasione. Këto janë stile fieri valla që ti nuk i kap dot. Është momenti që unë të futem poshtë tavolinës. Por janë pasione dhune, ma hy ma futi me karrige më. Sa Nuk të besoj, vazhdo. Jo, më unë besoj se Tiranë Citona që trefaj do. Ja shishir më Ka dashuri me karrige kokës me Juli. Kush nga ju të dy ka menduar të tradhtoj me mendje? Po erdhi ajo ditë, ka marr fund Ta shtëpi. sa do e thoja, sa do e thoja që nuk ekziston në tradhtia tek ne. Kush nga ju të dy lan më shpesh enët? Se laj më mu përgjigj Herën e fundit i lava unë. Ka qenë djerë. Po disa E di ishin. ishin shumë. Për zotin më ka keq. Gjysore me 25 pjata, sigur që jemi me familje me 12 veta, kupton 25 pjata, vlla, kush e disa luke pirojnë, jo kam stresu keq fare. Ke një grua që shumë busy, jam shumë busy. Shumë busy. Kush nga ju të dy mban lekët e shtëpisë, parllikut, siç i thon tiranësit? Po unë. Okej. Kush? Jo, një sekond. E di pse unë, se ja kam bërë si pyetje. Pse po mi lë të gjitha mua? Dua tha të shoh si do i menaxhosh, tha, dua të di me kë jam. Okej. Jo me Kështu kë që- jam. Jo me kë jam. Po me kë jam në lidhje me lekët. Si do ta menaxhoje, Si do po. e Si do ta menaxhoj? menaxhoj, Po pra. domethënë kur kemi edhe probleme, pjesa ekonomike, se shikoj çdo familje ka probleme ekonomike. Normal, ora. Kështu që në familjen time mami menaxhon çdo gjë. Patjetër. Kam bërë punë të mirë deri tani. Spektakël, ju punë të mirë. Paktën se jam nga ato gocat e luksit, jam shumë Okej. rob i thjesht, kështu që është rehat me mua Bukur për shumë. këtë. Sa lek mund shpenzosh në ditë ti? Sa lek ti jep Gjesi për shkakun për shkakun? Ah, jo nuk më jep Xhesi, kjo është tjetër gjë. Albi, Nuk shpenzoj, nuk Albi shpenzoj. vazhdon shpenzon lekët e veta, nuk e di pse bën këtë. Domethënë çfarë ne fitojmë, i ban Xhesi dhe Albi vazhdon, nuk e di pse. Ka ndonjë burim tjetër të ardhurash kemi Po pra, motor? po doja gjej, Valla doja gjej. punova 10 vite në Dubai, valla. Po mirë burr, ça 10 vite në Dubai sa i Shefli vite. është edhe i çik Okej. Ej, kush nga ju të dy fle më shpesh në divan? Unë. S'do me ndonjë prandaj po të shifja ty, ha. Ai keni bler divana të rikë, të mirë. Jo më vaj vjetër. Kush nga ju të dy është më romantik? Tani, më romantik nuk do të tregohem egoist, por jam unë. Jo vetëm Okej. se jam vetë si natyrë, por mashkulli është më romantik. Okej. Më romantik Se mos thu se kam jetu 10 jetë në Dubai, kam Aty nuk mësohesh me romanticitet, aty mësohesh me tjetër gjë, por që mashkulli është vetëm në natyrë roman, e jep, kurse femra e merr, domethënë Patjetër. është Po e Patjetër. jepi çik më shumë fillim të lidhjes. E po mirë, ikën mjaft. Nga 3 tufa në ditë tani 1. Ah, po prap mirë jam. Mirë jemi, ka njerëz që s'marrin fare. çfarë thash para se të vinim? Ça di kjo për Më tufat? thuj çfarë thash. A do t'i hap mesazhin? Po. Më Ta thuj. do Tani bënte përfundojmë këto te gjepet, mesazhe, po do mirë. të denigrosh figurën e tij. Jo, donte të të bënte surprizë. Donte të të bënte surprizë Edhe pse sot. s'ma bëri? Po ku dëgjom se s'ta Se s'ta bëri? Po bërë. gjetë në Sepse parkim. po shiko, nuk po kishim hapësirë kohore e para dhe Plus dyta gruan është që makinë, po ta bëja s'ka unë si. surprizën ku do e fshija. Ku do e linte Xhesin? Po mirë, mund të shkosh dhe t'ja blesh tani. Po atë s'është problem, Ja, s'është pra problem. bukur. Kush nga ju shan më shumë në trafik? Unë, Okej, në rregull. Kush nga ju të dy përdor më shumë fjalë banale? unë. Kush nga ju të dy zgjohet me nerva në mëngjes? Xhesi. Kush nga ju të dy kontrollon më shumë telefonin e tjetrit?
Asnjëri as tjetri. Telefoni im rri kështu si ashtu dhe i Xhesit, më kemi domethënë aksesin të futemi, të logojemi nëpër Instagram dhe rrjetet sociale të tona. Ma o vlla, kur më shkruajnë mua kush na shkruajti thot Xhesi. Po, direkt, kush na ka shkruar? Kush na shkruajti? Kush nga ju harron për vjetoret? Asnjëri. Okej, nuk jam. Po një vit e gjysmë kemi dale. Pas 30 vitesh. Po mirë, ku i dihet? Kush nga ju e ka më të fortë zërin në debate? Dhe pse Xhesi? Tremë për moment vlla. Thash mos e kishe për muskulin. Mos e është personal trainer. Tani duhet të ra fillin. Se për muskul normal, dihet kush është Xhesi po. Po, s'të kam parë, nuk të kam parë prapa skena, edhe nervin tënd. Yje, ne tani për ju kemi një quiz, si thua, po ju të dy do punoni si një ekip i vetëm. Siç bëni video do punoni edhe këtu. Pra, e bukur e kësaj është se kemi 30 pyetje ku ju të dy duhet përgjigjeni vetëm me një fjalë. Por nëse përgjigjeni me 2 ose më shumë, ne ju kthejmë te pyetja e parë dhe kjo lojë nuk mbaron kurrë. Që kemi deri ndarkë këtu. Jo më ja, deri ndarkë s'do rrimë se po ngatru 5-6 herë. Po ngatru Albi Bieri. Pra, unë pyes Albin, Juri pyet Xhesin. Okej? Loja fillon tani. Je gati? Duhet një zëri apo jo? Jo, një zëri. Njëri tjetri, po vetëm me një fjalë. Nuk lejohen 2 ose më shumë. Vazhdoj. Gjëja e fundit që hëngre. Kafe. Hera e fundit që bëre sherr. Dje. I kafshon thonjt. Jo. Je kokfort nëse po, mund ta thyesh një pjatë në të ding. Te Albi? Te Albi, po. Te Albi jo, po kështu kam thyer plot. Po motor, vazhdo bëj fjaliti. Kthehemi te pyetja e parë. Një fjalë. Po mbyllë njërin sy, mbyllë njërin vesh. Po kam veshën tjetër. Të punon ka mirë kufjet. Normale. Gjëja e fundit që s'hëngre. Ujë. Hera e fundit që bëre sherr. Sot. I kafshon gishtat e këmbës. Jo. Je kokfort nëse po, mund ta thyesh një pjatë në kokën tënde. Te koka Albi ty po. Jo. Jo. I ke lënë ndonjëherë punë të tjera për të marrë me punët tua Albi? Normal. Të pëlqejnë komshitë e tu? Jo. Albi, ke ndërmend të dalësh sot edhe të dehesh të bëhesh tap lonz? Po. Digje shumë në verë nëse po, luhesh me kos? Jo. Kosi hahet apo pihet Albi? Të dyja. E paska trashkë. Xhesi, si është Albi, bukur apo i zgjuar? I zgjuar. A je i lumtur? Po. Para, dashuri apo pound? Dashuri. Puthja e parë apo puthja e fundit? Puthja e fundit. Ku ishte puthja e fundit e Albit? Sot. Sot, bukur shumë. Të pëlqen ushqimi kinez nëse po do ta haje një zhapik nga fieri? Po. Sa ata nga fieri janë me 2 bishta. Xhes, më mirë të thot zemër, shpirt apo? Jet, mirë. A shan kur she lajmet? Jo. I ke fshirë ndonjëherë hundët me mëngët e trikos Albit? Po. I bie ndonjëherë qylit o Alb tigësh hash tigësh papaguar? Po. Koka. Qylit lezeton apo? Hera e fundit që e skuqur nga turpi? Asnjëherë. Hera e fundit që them m'fal. Sot. Të kanë kapur ndonjëherë mat me dikë dhe ke thënë e kam thjesht shok? Po. Je lënduar ndonjëherë nga dashuria e ti djalë? Jo. Nëse do transformohesh në një kafshë, çfarë kafshë do zgjidhe ti? Puma. Puma, fieri. Më mirë të duash apo të duan? T'japësh apo të marrësh? Normal që t'japësh. Normal që do kthehemi në pyetje. Se isha mirë dhe ishte shumë mirë dëshmaruat. Gjëja e fundit që hëngri Xhesi. Kafe. Hera e fundit që i re Albit. Si po mshef. Tu s'më je fare opsion që unë them se që si kam rënë, kështu që s'është e drejtë si pyetje. Asnjëherë. Shef që është e drejtë, edhe e ka fillimi. Gjëja e fundit që hëngre. Kafe. Hera e fundit që bëre shet. Dje. I kafshon gishtat e Xhesit? Po. Je kokfort nëse po të ta fillë një pjatë të kokë Albit. E la pa ngrën djalin. Mu thafshi gishtat. Albi. E ke lënë ndonjëherë? Sa herë? O Xhezi, a të pëlqen? Ke ndërmend të derë sot bësh tap lonzë? Po. Digje shumë në verë nëse po, luhesh me kos? Jo. E bukur apo e zgjuar Xhesi? Të dyja.
Nuk do t'i kthejmë, se s'ka më kohë. Është një fjalë. Po. O Jess, a është i lumtur Albi? A është i lumtur Albi? Po. Putja e para, putja e fundit, shpejt, vetëm një fjalë. Okej. Para dashuria apo pound? Dashuri. A shan kush e lajmet? Jo. Të pëlqen ushqimi kinez ose po, do ta haj një zhapik? Jo. I ke fshirë ndonjëherë hundët me mëngët e Xhesit? Jo. Okej. Hera e fundit që e skuqur nga turpi. Asnjëherë. Hera e fundit që them fal Alb. Sot. Okej. Hera e fundit që gënjeve Jess. Sot më na ke shujt. Pardje. E Albi me kë nuk do doje të shihnin as në ëndër. A dhap, po është lojë e rrezikshme kjo. Një fjalë. Me kë nuk do doje të shihnin as në ëndër, pra je duke parë ëndër me atë personin e zgjosh, larg qof thua. Me në një tjetër nga fieri për shembull, se ne nuk i kemi qef llojin ton. Tisha në Dubai. Tisha edhe një herë në Dubai do zgjohesh. Okej, mirë. Hajde. Ke qeshur ndonjëherë në varrim? Ja. Jo. Ja, mos ja fut. Ko serioze më. O 10 vite në Amerikë burra, ata qajnë akoma varrime. Ne këte pim me gajreve. Ej, çfarë bën kur s'ke ça bën? Ha, thuaj. Kur je vetë. Hajde herë. Se në Dubai Pundore? vizaton? Shikoj. Shiko. Ti pëlqen të shikoj, është nga kreativa që shikon. Okej, mirë. Vazhdojmë. Jepi Juli, mos qesh. Çfarë ke bërë kur të kap Jesse duke parë? Oho, Juli, ecore. Nëse do zhdukesh për një ditë, ku do shkoje? Në Amerikë. Okej, mirë, në rregull. Edhe pyetja e fundit. Pyetja e fundit, nëse do të mund të dilë një takim me një person të famshëm në të gjithë historinë e njerëzimit, gjallë apo vdekur, kë do zgjidhje dhe pse? Emër, mbiemër dhe arsye nga gjithë historia e njerëzimit. Hajde se ta falim. Vazhdo. Ice Cube. Ice Cube-in, okej, bukur shumë. Kena një gjë me Ice Cube-in apo? Unë jam rritur me, domethënë në West Coast me rrimën e hip-hopit. Me NWA-n, po. Ato krijuan këtë që ne sot po dëgjojmë, po mos ishin ato, domethënë po mos ishin ato plus si tekst shkruesi Ice Cube është i vetmi, domethënë i pari dhe i vetmi që është aq i fortë, tregon realitetin, domethënë e flet realitetin me anë të shkrimit. Pra duke e folur tregon një intelekt shumë të lartë. Dhe me këtë intelekt shumë të lartë, mendoj që do të mësoja shumë nga ai. Jess, vetëm emrin? Po mbiemrin e do? Jo, nuk e dua. Ta lëm enigm. Ua, po jo se mua më inspiron, duhet të inspirojnë edhe të tjerët. Thuja. David Goggins. Okej, Se po të thonë se David, kush e di sa David ishte. Jo, më jo David Goggins është inspirim. Ai libri që lexoja unë që zgjohesha që 5 mëngjesit. Po të thoshte David, Çiç. E kam lexuar edhe unë. Bukur shumë. Miq, ju falenderojmë shumë që zgjodhët që këtë ditë ta kaloni këtu me ne. Jeni Po fantastik. dashuria apo? po dashurinë e keni të Po s'ka shirë. limit asnjëherë. Ju shtov dashuria, njerëz se me dashuri bën Po më çam the thuj vet për lek këto burr, futet edhe mund shertë. Po vlla, kur ke lekë çdo gjë e ke interesie. Dashuria, lekët të gjitha ju shtofshin dhe vazhdoni të bëni këtë punë të mrekullueshme që ju bëni dhe mezi presim që të shohim videot e radhës. E them për ju është kënaqësi. Juli, thuaj llafet e bukura. Ne do dëgjohemi sërish të hënën e ardhshme deri atëherë vazhdoni të qëndroni në Top Radio dhe në kanalin 10 në Digital. Ne ju puthim, ju përqafojmë çfarë të dëshironi ju. Muzika e mirë nuk do të mungojë.